Atëherë po kuptoj që Jezu është djali I letës me durin. Nuk është Jezu. Pikërisht Maria kishte ngelur Shazan e kishin çuar në atë kasole. Në muajin e 9 I kanë çarë barkun, duri me letën. Nuk e di Aple. Aple është djali I tyre, Esmer, që del si bjën. Janë të dy Esmera, duri Esmer, leta Esmere. Kanë lindur Jezuin, që është djali I durit, jo Jezui. Kanë hequr diellin, që ishte Jezui, djali I Allahut. E kanë hedhur në plera, në mbeturina. Dhe në muajin e 9 kanë prerë Marian. Kanë çarë barkun, se nuk I hapej në aparatura. E kanë gjakosur. I kanë vënë fëmin e vet, dori, dhe u kthye Jezui, prandaj kanë bërë budall Allahun. Kanë goditur me shkopa shumë herë Allahun, që mos kuptonte që ishte djali I letës dhe I durit. Jezui është djali I letës dhe I durit. Maria ka ndetur 10 vjet në bodrum, në nuk e di, izolime, lidhur. Bodrumi çka ka qenë atëre, në shpella o ku ta diun. Jo kështjella. Apo kishte kështjella? Ishte një kështjellë. Ishte. Marian se kam parë asnjëherë thot memori. Memoria ishte 10 vjet e lidhur. Më shumë rrinte e lidhur. Tani e kuptoj gjendjen e Marias. Maria nuk e dinte ku I kishte djalin e vet. Kishte frikë të tregonte. Nuk doja të tregoja, thot. Se thash pse se tregove, I torturuar shumë. E para që është torturuar më shumë është Maria. Jo. Maria ka hequr torturat mere. Se s'duhet tregonte. Dielli është djali I Allahut. E kanë goditur shumë herë. Sepse nuk diq. E kanë shkatruar dhe diellin dhe Allahun. Prandaj ngelet jeta në këtë kuadrat. Jezu dura për letë. Jezui Apël janë vëllezër. Dhe ngjajnë. Janë Esmera të dy. Esmera gati të zi. Duri është Esmer gati të zi. Leta është Esmere. Do të hajëshi. Matja. Prandaj ne po vdesim, po vritemi. Sepse Allahun I gjuajnë e godasin. Allahun nuk e duan e vrasin. Ai s'merr vesh tani. Ati s'mbush fare. I vetmi djali I Allahut është dielli, që është Jezui, dhe nuk është djali I durit, që është Jezui, me emër. Kanë filluar kurthet që në lindje. Gjoja mbrojtën, nuk duhet ta kishin lënë veç Marian. Ishin I hilet e durit. E lanë veç Marian, në muajin e 9, ja hoqën fëmijën dhe vurën djalin e tyre. Kjo është e vërteta, e shkuar që nuk e dinte askush. Prandaj më kishte trituar shumë. Dhe po vazhdojmë.